Qëra shtoj, mikun ton Lazarin e ka zënë gjumi, por unë po shkoj ta zgjoj. Atëherë dishepujt e tij thanë, Zot, po të flej, do të shpëtoj. Por nëse e ka zënë gjumi, ka mu bë mirë, ti mos u shqetëso se ardhi dikush më thonë, hajde se Lazari është vdiq. Por Jezusi kishte folur atyre për vdekjen e tij, thot ungjilltari, kurse ata pa ndehnin sa i kishte folur për fjetjen e gjumit. Atëherë pra Jezusi ju tha atyre haptas, Lazari ka vdekur. Thot vargu 14. Dhe unë gëzohem për ju që nuk isha atje që të besoni, por le të shkojmë tek ai. Kjo është një moment tjetër ku Jezusi përsëri flet për një rast vdekje, kur thot ka fjetur, ku në fakt mandej thot haptas, ai vdiq. Tjetra që është e rëndësishme marrë në konsiderat këtu është se në kontekstin e krishterë, në Dhjetën e Re, shpesh do të lexoni termin grek që përdoret për fjetje për t'ju referuar vdekjes së besimtarëve. Dhe unë duhet që të lexojmë së bashku vetëm një referencë këtu sa për ilustrim në letrën e parë të Tesalonikasve kapitulli 4, ku apostulli Paul flet për ringjalljen dhe në vargjet 13 deri në 15 thot: por unë nuk dua vëllezër që t'jeni në padije për sa i përket atyre që fjeten, që të mos trishtoheni si të tjerë që nuk kanë shpresë, sepse po të besojmë se Jezusi vdiq dhe u ringjall, kështu edhe Perëndia ata që kanë fjetur në Jezusin do t'i sjellë bashkë me të. Sepse këtë po ja themi me fjalë të Zotit, ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhmën e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që fjeten. Dhe vazhdimisht edhe në raste të tjera në Dhjetën e Re përdoret flitet për fjetje për besimtarët. Ka disa që kanë arritur në konkluzion prej kësaj për me thënë që në fakt flitet për gjumin e shpirtit për situatën e vdekjes. Dhe kështu që thonë që shpirti flen sepse flitet në këtë rast për gjumë. Megjithatë duhet kuptojmë se bëhet fjalë thjesht për një eufemizëm, është një figurë letrare. Dhe fakti që përdoret vetëm për besimtarët, vetëm për të krishterët në Dhjetën e Re, asnjëherë për vdekjen përgjithësi apo për të gjithë njerëzit, kjo ka një domethënie. Dhe domethënia është kjo në thelbin e doktrinës së krishterë. Për gjithë ata që besojnë në Krishtin dhe vdesin me besimin në Krishtin, vdekja nuk është vdekje. Është si një gjumë që di se kur bjen me fjet do zgjohesh. Në Zotin, për ata që besojnë, vdekja nuk është fundi. Vdekja është si një moment ku për Zotin do të ketë një zgjim, një ringjallje të këtyre personave. Kjo është arsye për cilën flitet për besimtar si fjetje, apo ato që fjetën në Zotin, sepse për ta nuk ka vdekje, për ta është gjumë. Dhe vinë në këto dy kontekste, ku kena Jezusin qoftë për këtë vajzën 12 vjeçe, qoftë edhe në rastin e Lazarit, Jezusi në të dyja rastet flet pikërisht për fjetje. Pse e bën gjithashtu Jezusi këtë në këto dy raste? Sepse në të dy rastet ky deklarim është në perspektivën e ringjalljes. Jezusi po përgatit dhe do të ringjallë këto dy persona. Për këtë arsye Jezusi po thotë, edhe në rastin e Lazarit, ai ka fjetur po shkoi ta zgjoj thotë. Edhe në rastin e vajzës thotë, ajo nuk ka fjetur, ajo nuk ka vdekur, por po flen, sepse Jezusi është aty i gatshëm për të ringjallë, ai do të ringjallë këto persona, dhe për këtë arsye për Jezusin nuk është vdekje, është gjumë. Kjo për ne duhet jetë një inkurajim shumë i madh, sepse në praninë e Zotit, në praninë e Krishtit, në praninë e Perëndisë nuk ekziston vdekja. Në praninë e Zotit vdekja nuk ka asnjë lloj pushteti më shumë se sa një fjetje e përkohshme. Për ne mund të jetë shumë, për Zotin është shumë pak. Për ne mund të jetë një ndarje, por nuk është një ndarje e përjetshme, as e përhershme. Sepse për Jezusin që ka pushtetin mbi vdekjen, vdekja është vetëm një gjumë në pritje të ringjalljes. Për këtë arsye te Zbulesa kapitulli i parë, vargjet 17 dhe 18, Jezusi thotë: unë jam i pari dhe i fundit, Alfa dhe Omega. Isha i vdekur, por ja tani jam i gjallë. Unë kam dorën time, thot, qelsin e mbretërisë së vdekjes dhe të vdekjes. Ose më falë, të mbretërisë të botës së të vdekurve dhe të vdekjes. Çfarë do të thotë kjo? Qelsat në antikitet janë shprehje e pushtetit. Kur dikush ka qelsat e diçka, ka pushtetin, autoritetin e asaj gjë. Për këtë arsye kur Jezusi thotë këtë, ato thonë, unë kam dorë pushtetin e vdekjes dhe të botës së vdekurve. Kush mundet mi marrë ata që besojnë te unë
në pushtetin e vdekjes, në botën e të vdekurve, të mos i jap atyre jetë, e të mos i kthej ata në jetë në ringjallje. Askush, asnjë. Ky është krishterimi, ky është besimi në Krishtin. Për këtë arsye vetëm Krishtin ka një ringjallje të drejtëve. Dhe për gjithë ata që besojnë dhe vdesin në Krishtin, për ta vdekja është një gjumë.